Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Falenderojmë Allahun, Zotin e gjithësisë, mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe me të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. O Allahu Zot, na dhuro dije të dobishme, na mundso vepra të mira, e sa ti më gjallë o Allah, na furnizo me furnizim të pastër dhe halal. O Allah, o Zotë i gjithësisë, bëje dijen që ne japim dhe marrim argument, dëshmi, ndërmjetësim dhe avokat për ne ditën e Kiametit. O Allah, o Zotë, mëse bëj dijen ton argument, dëshmi dhe avokat kundra nesh ditën e Kiametit. Allahu në lusë që na bëj për atyre njerëzve që kanë trimërinë dhe guximin për çështjet për cilat nuk kanë diturit thonë nuk e di. Amin. Mirë vëllezër, atëherë dhe motra, po fillojmë me pyetjet që i kemi të rezervuara, po nëse ka dikush ndonjë pyetje mund edhe ta shkëpusim, nuk ka asnjë problem. Hoxhi nderuar, thot pyetja e parë për sot. Keni dhënë dikur një fetva thot për kredit e buta pra për ata që janë pas tre dhe për rastet e shtëpiave kështu me radhë, që është keq kuptuar nga disa vëllezër apo motra, dhe kanë dalë në përfundimin se Hoxha Ahmedi e lejon kamatën apo interesat. E para gjë Zoti shpërbleft për konstatimin dhe që na e sjell një gjë të tillë. E dyta gjë, ajo është diçka specifike e dhënë për diçka të caktuar dhe kush i kthehet fetvas që kam thënë në atë kohë, unë nuk është se i kam thënë përparësi një mendimi ndaj një mendimi. Thash ekziston edhe një mendim tjetër. Pavarësisht se për sa i përket kredive të buta që kanë bënë me të pastrehet raporti që është i qeverisë vendore, unë jam që lejohet që muslimanët të marrin. Absolutisht nuk ka asnjë problemi dhe kjo është pjesë e ndihmës që shteti jep për qytetarët. Pra edhe pse emri aty ka kamat, vones faktikisht nuk është gjë tjetër, pra nuk ka lidhje. E para gjë, e dyta gjë është pjesë e obligimit që ka çdo shtet, çdo qeveri për të strehuar njerëzve, si puna e pensioneve. Pra siç paguajmë në siguracione për pensionet, faktikisht po ta masësh me gjuhë islamike, ajo është kamat, futet te kamatat, po ta masësh me gjuhë. Por se faktikisht dietarët bëjnë tolerancë sepse tonë është detyrimi i shtetit ndaj individit. Siç mund të jenë për shembull sigurimet shoqërore, siç etj gjërat që janë obligative e kështu me radhë. Kështu që këtu situata është e tillë. Dhe unë kam thënë në rast domosdoshmërie, që është ajeti kuranor, në rast nevoje të thellë, siç është rasti i shtëpive për banim, ka le të themi opinion në Komisionin e Fetvave të Evropës e kështu me radhë, unë aty e komblon nuk e ndaj dot. Ndërsa pjesa e kredive të buta që jep bashkia apo kredive që përfitojnë ata vëllezër apo ato motra që janë në institucione që bonuse se s'po mbiten mend, edhe ajo nuk ka asnjë problemi sepse është pjesë e ndihmës dhe kontributit që jep shteti për njerëzit nevojë, të cilët kanë funksione të caktuara, dhe kjo nuk ka asnjë problemi. Ndërsa thuhet që e ka lejuar, i bjerë që dali një hoxh që të lejoj luftën me Zotin. E këtë s'mund ta bëj askush. As Ahmedi, as njëri tjetër. Kështu që ajo fjala që përflitet, ose janë dashakeqës, që duan të përhapin, ose janë njerëz që kur duan të gjejnë një hapësirë për vetët e tyre, e gjejnë fetvan dhe e kuptojnë fetvan që ka thonë X apo Y hoxh si mas mides tyre, themi ne, edhe thotë, po më se kam gjuhë dhe Hoxha Ahmedi në lejon. Thotë që Hoxha Ahmedi lejon, thotë që ai do ta keton shumë qartë, që lejohet e ku dëgjon etj etj. Ndërkohë që ne themi domosdoshmëria sepse ka ajet kuranor. Nevoja e thellë ka mendim, po unë nuk e kam ndarë për veten time, atë, nëse rasti i këtyre që je bashkia apo i bonuseve që i jepen, pra, kjo është çështje tjetër, nuk ka asnjë lloj problemi. Dhe doja të pyesja, ekziston në Islam kjo kur të bëhet syri buç ose buc, nuk e di si i thon, pra një pushër e kuqe tek
llapa e synit pra tek kjo. A do thotë kjo se të kanë marrë mësysh apo diçka tjetër? Jo, s'ka lidhje, nuk ka lidhje. Është si më thënë, diçka që ndodh me shnetin e njeriut dhe nuk ka të bëjë as me mësyshin, as me magjin, as me gjë. Thjesht shko me ilaçet ke doktori dhe stresit zero. Vaksinimi, thot, a e prish agjërimin? Jo, në mendimin më të drejtë dhe më të saktë të dietarëve, sepse nuk konsiderohet ushqim ose të ushqyer apo si më thënë një lloj tentative për të shpëtuar lodhjes dhe kputjes e që të forcojë etj. Pra nuk ka lidhje. Vaksina apo vaksinimi nuk e prish agjërimin. A lejohet gjyhetia me armë gjahu në muajin e Ramazanit me qëllim për të ushqyer? Pra me këto kafshë, jo për qejf, jo për hobi. Themi që po, lejohet, nuk ka se problem. Pra edhe pse jemi me agjërim apo pse jemi Ramazan, se mund të jetë ideja që po që me agjërim zbon me gjujt, s'ka lidhje fare. Nuk ka lidhje fare. Gjuhetia në Islam ndalohet në veshjen e ihramit. Kur dikush ka veshur ihramin, nuk bën që të bëjë gjuheti. Ndërsa në gjitha rastet e tjera lejohet, përveç rasteve kur e sanksionon ligji, që është ajo koha e shumëzimit, shumimit e tjera, atëherë okay, sepse duhet të ruajmë, si më thënë, ciklin, e duhet të ruajmë kafshët e tjera, sepse nuk jemi në një kohë tani që gjuhetia është mjet jetese. Nuk jemi në këtë fazë, kështu që duhet me përmbajt rregullave dhe ligjit për këtë gjë. Kurse për sa i përket lidhja e saj me agjërimin, nuk ka lidhje me agjërimin, pra nuk prishet agjërimi, apo nuk ka ndonjë ndalesë që njeriu të bëjë gjuheti edhe pse është agjërueshëm. Isha në fund të shtatzanisë dhe nuk e kam agjëruar të plot pasi ushqeja me gjithë dhe plotsoja dhe si plotsoja pra do të ditët. Tani dua të filloj Ramazanin, inshallah, dhe më vonë të zëvendësoj Ramazanin e shkuar. A është në rregull? Po. Nuk ka asnjë lloj problemi, nëse dikush prej besimtarëve apo prej besimtarëve si rasti i pyetjes, nuk e ka plotsuar dot Ramazanin para se më ardh ky Ramazani, i ka ngel ditë nga Ramazani i kaluar apo nga Ramazanet e kaluara, mundet që nëse nuk e realizon dot para se më ardh ky Ramazan, mundet që mas Ramazanit t'i agjëroj. Pra nuk është stresante situata, nuk është patjetër përndryshe ky Ramazani nuk quhet, s'ka lidhje. Më e mira, më e duhura është që ta agjëroj para se më ardh ky Ramazani, ato ditë. Nëse s'mundet, atëherë nuk ka problem. Pra nuk duhet më u stresu. A bën me vendos shamin mbasi ka vdekur burri dhe a quhet sadaka me shtru iftar me bon jetë për shpirtin e tij? Po. Shamia nuk ka lidhje, është burri gjallë apo është burri vdek, qoftë i xhenetit. Nuk ka lidhje shamia me ekzistencën e burrit. S'ka lidhje. Shamia është obligim individual që femra muslimane duhet ta bëjë, se ka thënë Zoti, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A quhet sadaka me shtru thot iftar me njetin për shpirtin e burrit? Po, quhet sadaka, është një lloj sadakaje. Iftari është një lloj sadakaje. E rëndësishme është që kur ta bësh me njetin që sevapi dhe shpërblimi i këtij iftari ti shkoj shpirtit, pra ti shkoj burrit, edhe kjo quhet me shpresë e Zotit. Burri më dorëzon rrogën babait ti dhe unë nuk jam as pak kundër kësaj gjëje. Për sa kohë ata janë gjallë është normale dhe shtëpia drejtohet prej tyre dhe unë e respektoj këtë. Mashallah, Zoti shpërblet. Nga ana ekonomike nuk ka mungesa për askënd. Problemi që më shqetëson është se vije raha ushqim fshehurazi. Kemi bërë këtë? Herë në dhomën e gjumit, herë në banjë. Po, kemi bërë. Duke se kemi bërë, rëndësishme, nëse kemi bërë, por përsërisim prapë. Kjo gjë nuk bëhet thot nga nevoja, por e ka një sjellje që i përsëritet. Unë kam një vajzë 11 vjeçare dhe ajo më bën pyetje të drejtë për drejta. Pse nona hap fshehurazi në dhomë apo në banjë? Kjo faktikisht më bën vështirësi si nën, sepse nuk di si t'ia shpjegoj. Pa kryer kish kuptim apo pa ndërtuar aspektin e gjyshës. Inshallah, ves nga e kaluara. Po kështu thuaj ka qefin nona, edhe
skepse me diskutu këtë temë edhe këtë pikë. Ndoshta ka vujt e shkreta kur ka qenë nuse, në kohën e verë ka pas probleme me ushqimin, edhe ka pas vjedh ushqimin e vjerës vet, e që mas ta shifte vjera, hajde shkreta në halët, në banjë, hajde më dhomë, mjullë të dhomën, edhe i ka ngel fiksim. Ky quhet fiksim nga e kaluara, i ka ngel si huq shkretës. Kështu që thuj gocës, po kështu thuj, nuk ka gjë thuj gocës, po ne do hajmë ke guzhina, do hajmë ke tryeza. Elhamdulillah. Hajde inshallah. Unë e di që mishi i të krishterëve neve muslimanëve në lejohet, por a duhet patur pak merak mënyra e gatimit në të njëjtat enë për shembull? Po duhet me pas merak këtë pjesë. Se me të vërtet neve në lejohet të ushqehemi nga ushqimet e të krishterëve dhe hebrejve, por nëse ka diçka që është ndaluar për ne, siç është derri për shembull, dhe ata e gatuajnë, duhet të jenë enë të tjera ose ena duhet pastrohet shumë mirë, pastaj të gatuhet mbi të, ose zgara. Pra nuk lejohet që të hahet mishi që është pjek në të edhe mishi i derrit, edhe mishi i viçit, edhe pse mishi i viçit për ne është halal. Në të njëjtën zgarë nuk bën. Pra duhet të jetë zgarë në vete, ose kjo zgarë duhet pastrohet e të gatuhet mbi të apo të piqet mbi të mishi i viçit. Pyetje shumë me vend. Pra pyetje e ngjashme thotë duhet pyes me lidhje me agjimin e Ramazanit. Unë Ramazanin e kaluar nuk kam agjëruar sepse kam qenë shtatzën dhe më pas megjithatë nuk kam humbësuar ditën e Ramazanit kaluar nga frika se mos më ndërpritet qumshti. A mund të më agjëru pasi të përfundoj ky Ramazan apo duhet me i kompensu me pagesë? Me pagesë nuk ka. Nuk ka pagesë për Ramazanin, harroje. Mos u streso. Vjen ky Ramazan, më Ramazanin, pastaj ke hapësirë dhe liri deri në Ramazanin tjetër. Në lidhje me nikabin, unë e di thotë që nuk është obligim, po nëse një motër ka dëshirë ta vendosi, Allah e lehtësoft, le ta vendosi, nuk ka si problem fetarisht. Por ne nuk e sugjerojmë. Pse? Sepse themi nikabi është një synet. Dhe bërja e këtij syneti do të shkaktojë dëmtime për vetë motrën, po edhe dëmton imazhin e davetit. Atëherë përderisa është synet, atëherë më mirë, unë nuk do ta sugjeroja, në një motër do me vendos, Allah e shpërblet. Zoti ja lehtësoft e Zotin i moft. Por se unë nuk do ta sugjeroja, për atë vetë, po edhe për davetin dhe për punën e Islamit. Pejgamberi alayhis salam, çfarë tha Aishës radhiyallahu anha? O Aisha tha, halli se njerëzit janë të rinë në Islam, se do ta kisha shembur Qa'ben, e do ta kisha ndërtuar siç e ka ndërtuar Ibrahimi alayhis salam. Pra Qa'bja që ne kemi sot nuk është fiks ajo e ndërtuar nga Ibrahimi alayhis salam. Dhe pejgamberi sa nuk e zbatoi dot, le të themi këtë gjë, vetëm meraku se njerëzit ishin të rinë në Islam. Unë mendoj se vendosja e nikabit nga ana e një motre muslimane është e njëjta gjë. Dëmton, sepse njerëzit është ndryshe për të jesh në një vend islam, vend ku edhe aplikojnë dhe njerëzit e kanë informacionin dhe nuk u bën përshtypje, nuk ka asnjë problemi. Kurse këtu tek ne unë mendoj se e dëmton edhe motrën, po edhe davetin. Nuk e ka, domethënë, një femër shqiptare akoma, domethënë atë, si më thon, pranueshmërinë që t'i vi një femër me nikab t'i flasi për Islamin. Nuk e ka, e dëmton. Përkundrazi merr goditje. Kështu që, domethënë, lejohet në Islam të sakrifikohen disa synete që njeriu të ruaj gjërat që janë më të rëndësishme, farzin, që të ruaj vllazërinë, që të ruaj davetin, imazhin e tjerë e tjerë. Cila është mënyra më e mirë që të ruhet njeriu nga ngacmimet e mësyshit, magjisë kështu me radhë? Adhurimi i Zotit. Sa më afër Zotit, aq më shumë do të largohen këto dreqnit e shejtanit e zilirat e gjitha. Sa më larg haramit, aq më i mbrojtur dhe i ruetur. Sa më në rregull me namazin, me dhikrin e mëngjesit darkës, aq më i mbrojtur je. Kështu që boja si puna atij që tha, ka në botën e xhinëve xhind që thon xhindët për ta, këtë e ka zënë njeriu.
ka xhin në botën e xhinëve që thonë me njëri tjetrin, këtë e ka zonë njeriu. Si themi ne këtë e ka zonë xhindi, ato thonë e ka zonë njeriu. Si ndonjëherë xhinët bëjnë tentativa për të sulmuar njeriu, për ta ngacmuar kot. Dhe në momentin që njeriu atë moment është duke përmend Allahun, xhindi digjet, shkatrohet. Dëmtohet, qëmtohet. Çfarë thon xhin për të? Këtë e ka zonë njeriu. Kështu që sa më afër Zotit, për mesazhi kush është? Mesazhi sa më afër Zotit, sa më shumë dhikr, sa më i mbrojtur, s'kan çfarë të bëjnë asgjë, as xhin, as shejtan, as drejtnit, as gjë tjetër. Po mund ta zej mund ta zej. Është normale që edhe mund ta zej. Pse? Sepse është pjesa e sprovës pastaj që njeriu do të sprovohet. A kishte njëri më afër Zotit sa pejgamberi alayhis salam? S'kishte. E zuri, magjia e zurit do të thotë që nga njerëz Zoti sprovon se do prej teje më të mirën, apo do të pastrojë, apo do të falë etj. Kështu që Allahu ka urtësitë e veta në çdo gjë. Allahu ka urtësitë e veta në çdo gjë. Mirë po si sebepe, sa më afër Zotit, sa më shumë adhurim, sa më larg sidomos gjunave të mëdha, sa më në rregull me dhikrin, me shpresë Allahut je më i mbrojturi dhe më i. Është puna e njeriu që vaksinohet, a mund ta zërë gripi? Po edhe mund ta zëri. Po shanset dhe mundësitë për ta zënë gripi njëri, le të themi, të vaksinuar janë shumë më të pakta se sa njëri i cili është i pa vaksinuar. Po jap një shembull kështu, domethënë jetësor, pavarësisht se nuk po flas për gjykimin tani. I kam parë disa besimtarë që thonë amin inshallah ose inshallah amin. Përdorimi i inshallah në lutje nuk është mirë, sepse pejgamberi alayhis salam tha, kur lutet ndonjëri për ju le të lutet me siguri dhe mos thot po desha o Zoti im. Inshallah, shqip do thot po deshe ti o Zot, po desh Zoti. Po, është mungesë edukate. Pse është mungesë edukate? Sa po desh ka për të fal. Po desh ka për të dhon. Po nuk më thosh, o Zot më po desh, sikur po i thuat disi është, po edhe po s'ma dhe s'ka problem, po deshe ma jep. Po se kam ndaj hall të mod këtë pjesë. Është mungesë edukate. A kupton? Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse dikush për ju lutet, le të lutet në formë të prerë. Mos thot po deshe ti o Zoti im, se s'ka gjë që e detyron Zotin. Po desh ka për ta thënë. Po është mungesë etike dhe edukate në lutje që ti thosh po deshe. Edhe i thua o Zot, inshallah. Zoti të falt inshallah, po si të falt inshallah? A ta fali apo inshallah? Kjo është e para. E dyta, njerëzit inshallah nga njerë nuk e përdorin me kuptimin e vërtet të fjalës. Thonë mendon personi se kur thotë inshallah ka për të pranuar më shumë. Në këtë rast nuk ka problem, sa ai nuk e ka për qëllim kuptimin e asaj që përdoret në origjinal. A mundemi ne të mbrojmë të afërmit tanë me lutjet tona? Tani mbrojmë me kuptimin mund të lutemi pa, mund të lutemi po, mund të bëjmë dua po. Po që të bëjmë ne diçka që ata të jenë të mbrojtur, s'ka një formulë të tillë. Po, nëse është fëmijë i vogël, lutesh për të. E merr fëmijën dhe lutesh për të, nuk ka asnjë problem. Po që ai zdap i madh, të lutet vetë, të falet vetë. Mund të lutesh një herë, dy herë, po jo të bësh ti diçka që të mbrohet ai, nuk ekziston. Nuk ka formulë të tillë. A ka obligim të bindet, a ka gruaja obligim të bindet burrit o hoxh, por burri a ka obligim ndonjëherë ta dëgjojë të gruan e tij për disa gjëra? Jo ndonjëherë, por shumë herë. Shumë herë do ta ngjoj gruan sepse gruaja mund di shumë gjëra më mirë se sa burri. Shumë gjëra mund të di gruaja më mirë se sa burri, për ushqimin, për gjërat në shtëpi, për çfarë ka nevojë, për çfarë s'ka nevojë. Po mund të jetë dhe specialiste e fushës. S'mu thot burra e di unë. A ka marrë shkollë për atë punë, për shembull. Pra kur themi ne bindje, në kupton bindjen në përgjithësi si term, edhe si drejtim familje. Të japim një shembull thjesht. Se kemi njëri i cili udhëheq, po nuk është specialist i fushës. Ai nuk mund vendosi veton e tij, po do të pyesi kë specialistin. Edhe burri nuk mund vendosi veton e tij për çdo gjë. Po duhet konsultohet, një herë duhet më konsultu me gruan, një herë duhet konsultu me një shok i cili është i specializuar në X fushë,
njerë do të konsultu me një tjetër. Kështu që normalisht po, pejgamberi selam ka dëgjuar nënat e besimtarëve. Nuk ka thonë e di unë, se unë jam dhe pejgamber biles. Siç është rasti i Hudejbijes. Kështu që kështu është meseleja. Jetojnë në shtëpi me vjerën dhe kemi kunatën 50 dhe sa vjeçare të pamartuar. Po ku vinë mu këto pyetjet më burr, si puna saj hallës. Ai halla kishte bon një nis, haj. Kishte shkuj halli ishte anku për mua shkreta. Pse ka fol hoxha ashtu? Po ç'të bëj hoxha? Bëj ti pyetje tjetër ta rregulloj biografi. Tanë kohëm, thot kam presion nga kunata, më nënçmon me mallkon. Tashi thot ka filluar dhe vjera i bashkangjitet. As unë as burri nuk i kthejnë fjalën, prap nuk nalen mallkimet. Sa kthehen prej puna ato kanë me fillu. Pra sa kthehen nga puna, ato kanë me fillu. Ndjej shumë siklet stres të ngrim gjoks nga këto mallkime. Fëmijët qajnë kur dëgjojnë se sillen. A mëzejnë mu këto mallkime? Shumë herë burri ka dashur të dalim nga shtëpia për të jetuar në vete, po prap ka frikë se mos hyjnë gjuna me nënën e tij. Jo vallai, burri ka gjuna me jetu me këtë lloj nënën dhe me këtë lloj kunate. Çdo orë që burri jot jeton me këta gjallësa është në mëkat tek Allahu dhe në gjuna. Urgjentisht dilni për kësaj shtëpie. Dilni për kësaj shtëpie. Dilni për kësaj shtëpie urgjentisht dhe 3 vjera me gocën e vet të kënaqen. Ndoshta i bezdisni, ndoshta jeni tepër në atë shtëpi. Dilni në vete edhe kur të vinë ke shtëpia juaj, të vinë si zonja, të nderuar dhe të respektuar, i pritni, i përcillni dhe hec lale. Hec. Deri ke dera, mbyllë derën me selam aleikum, aleikum selam. Ndoshta i vjen mendja vjerrës dhe kunatës, kërkojnë hallallik. Nuk përsërisin më kafshëri të tilla, edhe nuk janë normal këta njerëz, pasha Allahun që nuk ka zot tjetër përveç tij, pasha Zotin. Pra burri shkret thot, ore mos hyj gjuna, po dal nga shtëpia. Ore je gjuna, te Allahu po të jetosh. Po të jetoj gruaja jote, ti mund të rish ore. Gruan edhe kalamoj qitin vete, ti rri këtu ke mami, ke motra. 4 orë, 5 orë, pastaj shko ke gruaja ka kalamaj të tuj. Nuk të ka borxh ty gruaja trime të shmendur. Se ka për të ikë dhe gruaja lale, 2 ketë shmendura, ke për ta bërë dhe gruan, e ne keni për të lujt gjithë si shtëpi, keni për të lujt menç, me ju çuke pesa të gjithëve. Tawafi rreth Qabes sa duhet bërë zbathur? Jo, nuk është e thënë, mund bëhet edhe me shapka. Nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. Jetojmë në Gjermani dhe kam djalin klasë të tretë, janë duke mësuar për fenë islame dhe mësuesi ka kërkuar djalit që t'i dërgojmë Kur'anin në shkollë që me pa dhe nxënësit. A mund t'ia çoj? Po, mund t'ia çosh, s'ka asnjë problemi. Mundësisht jetë dhe arabisht, gjermanisht, jetë kështu lezetshëm. Gjeni e Kur'an që është i bukur kështu. Edhe shumë mirë, mashallah, shumë bukur, mashallah. Marrë shkas nga një situatë që kalova, isha në një xhami për namaz, ndërkohë që po prisja të vinte koha e ikametit dhe po lexoja Kur'an. U thirr ikameti, u ngrita për namaz dhe telefonin e lash mbi Kur'an. Një motër muslimane më thotë që është shumë gabim ta lija telefonin mbi Kur'an. A është e vërtetë që s'duhet të lëm gjë mbi Kur'an? Tek etika dhe edukata me Kur'anin po fetarisht nuk përbën problem. Domethënë nuk është se ke hyrë në gjuna. Ama etika, sjellja, edukata nuk është që të lesh gjë mbi Kur'an. As të lihet Kur'ani në tokë. Është fjala e Zotit. Gjë më e shtrenjtë dhe më e shenjtë që kemi ne muslimanët është Kur'ani. Pra duhet vlerësuar, i duhet dhënë respekti i duhur. Jo se ke bërë gjëna, ke hyrë në mëkat, po thjesht ajo motra, domethënë merr si këshill etike dhe jo këshill gjëna apo xhenem. Jo nuk ka të bëjë me atë punë, po është mungesë edukate. Kështu që Kur'ani duhet të jetë mbi gjithçka.
jetojnë në Suedi ku varri paguhet çdo 25 vjet. Pra nëse unë e paguaj për 100 vjet, kur kalon ky 100 vjeçar, ata ta hekin varrin. Pyetja ime, a lejohet kjo në Islam apo duhet patjetër varrosemi në vendlindje? Ky problem që është në Suedi është një problem që e kanë muslimanët e atij vendi. Atëherë duhet parë çfarë zgjidhje kanë marrë muslimanët në atë vend. Pra, me dhënë fetva nga Shqipënia, unë nuk e shoh të saktë. Le të themi Bashkësia Islame atje, se atje ka musliman prej 100 vitesh që jetojnë. Pra ata e kanë bërë një zgjidhje. Atëherë ecë me zgjidhjen që kanë bërë muslimanët atje. E para, e dyta Zoti thotë nuk e ngarkoj njeriu te mundësive të tij. E treta, nëse janë mundësi për ta kthyer në vendlindje, ktheheni. E katërta, unë jam që muslimanët varrosen atje ku vdesin. Pse? Sepse kjo është histori. Kjo do të jetë histori. S'mund të thotë dikush dikujt, atë se ju jeni emigrant, kurse emigrant më? Unë kam gjyshin të varros këtu, kam babën të varros këtu. Si quhem emigrant? Ose ardha cak. Si më ardha cak, jemi autokton. Cili është kriteri për të quajtur një autokton një herë? Kështu që unë mendoj që jo. Por, sidoqoftë puna duhet parë zgjidhja që kanë bërë ose që japin, siç ka ndodhur ku isha në Norvegji. Isha në Norvegji tek ata vëllezër, Zoti i shpërbleft, kishim një gjë, thonë ata o hoxh me mirë kuptim, domethënë. Na ke bërë një problem me fetvan që ke dhënë për mishin e të krishterëve që lejohet. Thashun pse? Tha ti ke thonë që lejohet. Dhe kjo është okay me Islam. Por tha, ne këtu tha kemi një standard. Dhe kemi ftuar të gjithë që të marrin pjesën standardizim të halalit. Dhe kemi dalë me fetva si komunitet musliman i Norvegjisë që nuk hahet mishi vetëm se të jetë standardizuar halal. Edhe unë e ndryshova aty fetvan tim, thash, atëherë çfarë kam thonë nuk vlen për Norvegjinë. Për Norvegjinë ecën me këtë fetva që ecin muslimanët e atij vendi. Pse mu më intereson që feja të jetë e aplikueshme. Dhe feja e aplikueshme është feja e aplikueshme kur muslimanët e jetojnë atë. Dhe muslimanët atje kanë ndërtuar një sistem, atëherë le të jetohet dhe të funksionojë nëpërmjet atij sistemi. S'kam se të vijmë nga Shqipëria të prish një punë që ato e kanë ngrit dhe e kanë arrit si standard dhe e kanë fut në sistem një gjë të tillë. Kështu edhe kjo punë me fjalë, unë mendoj që të sugjeroheni, të konsultoheni, më lidhuni atje, çfarë veprojnë muslimanë, sepse nuk është rasti i parë që po na vdes dikush. Ose unë nuk jam hoxha i parë që po pyeten për këtë punë, e para. E dyta, unë jam i sigurt që komisionet e fetvave ose akademitë fikhore e kanë trajtuar këtë tematikë, pra nuk është se po ndodh për herë të parë dhe tani i ka ra dhe Hoxha Ahmedit me dhoni mendim për këtë punë. Kështu që bëni siç bëjnë muslimanët atje, Allahu nuk e ngarkon njeriun te mundësive të tij dhe unë jam për atë që muslimani duhet varroset atje ku vdes. Sepse kjo tregon histori. Dhe nuk duhet i shohim gjonat thjesht, po duhet i shohim gjonat me më larg pamësi. A ka argument se kur gruaja ka abort spontan, pra të padëshiruar, pra ka ndodhur prej Zotit natyrshëm, dhe para 120 ditëve ka shpërblimet të njëjta si kur fetusi pas 120 ditëve. Pra pritet që fëmia të jetë ta presi prindin ditën e Kiametit etj, siç flasin për rastin e fëmisë masi është shfryrë shpirti. Allahu di më së miri. Unë nuk e di të ketë argument për këtë punë, për fëmin para 120 ditësh, por ka një argument tjetër, që është sprova me humbjen e fëmijës, domethënë, edhe ngjashmëria me fetusin mbas shpirtit. Kështu që gjë që Zoti nuk humb, edhe nëse nuk është në atë shkallë, po padyshim që do të ketë shpërblim të madh tek Zoti, sa është sprovë, është dhimbje. Unë kam fol me vëllezër dhe me motra që u ka ndodhur kjo gjë dhe e kam parë që janë pikëllum dhe të sprovum, edhe pse ka qenë para 4 muaj. Pra gjë që tregon se është sprovë, vëlla, nuk është e lehtë. E ke Allahu nuk humb asgjë, te Allahu nuk humb asgjë. Anefita e fali namazin e vitrit me apo pa teshehud? Anefit e fali namazin e vitrit në këtë formë.
falin 2 rekat, qëndrojnë në tehijat të shahud, çohen në rekatin e tretë, kënën Fatihan, kul huwallahun, bëjnë tekbir dhe pastaj bëjnë duan e kunutit, pastaj shkojnë në ruku. Kjo është mënyra se si e falin Hanefit namazin e vitrit. Në kohën e Sodit shumë njerëz shkojnë në umër, pra në umre, ka për qëllim disa herë, dhe ata fitojnë shumë sevabe. Si është halli atyre që kanë dëshirë të shkojnë në umre, por nuk kanë mundësi, si është halli të sevapet? Dhalike fadlullahi yutihi men yasha. Mirësia e Allahut, ja jep Allahu kujt të dojë ai. Për këtë arsye thanë sahabët, o pejgamberi i Zotit, po si t'ja bëjmë ne, tha? Të pasurit falen si ne, agjërojnë si ne, bëjnë dhikr si ne, po ata shkojnë në xhihad, ata shkojnë në haxh, e ne s'kemi mundësi. Pejgamberi selam tha, edhe juve tha ju ka dhënë Zoti mundësi tjetër. Tha, cila është mundësia? Tha, për çdo tesbi, sa herë thu subhanallahu të shkruhet sevap dhe shpërblim. Sa herë thu elhamdulillah, sa herë thu Allahu akbar, sa herë thu la ilaha illallah. Sa herë që ushqen bashkëshorten tënde dhe ja vën asaj ushqimin në gojë, kështu thot hadithi. Madje edhe kur shkon shtrat me gruan tënde të shkruan Zoti sevap dhe shpërblim. U kënaqen ata ikën. Ko erdhën më vonë prap. Thonë pejgamberi i Zotit, ha, kanë marrë vesh ato që na thonë neve dhe po e bëjnë ata dhikrin e po i bëjnë gjitha. Tha pejgamberi alayhis salam, dhalike fadlullahi yutihi men yasha. Kjo është mirësia e Zotit. Allahu disa njerëz u ka dhënë mirësi më shumë sa ti është punë e Zotit kjo pjesë pastaj. Por ne për një gjë jemi të sigurt se Allahu nëse e ke niyetin nuk ta humb dëshirën. Nëse dëshira jote është me vizitu Ka'ben, me shku në umre, me shku në haxh, po si ke mundësi thonë, Allahu nuk ta humb shpërblimin. Allahu nuk ta humb shpërblimin e niyetit. Normalisht ti s'ke për të shpërbly si ai që i bën fiks gjitha, por që Allahu do ta japi, do ta japi. Pejgamberi alayhis salam than hadithin e njohur, kemi lënë njerëz në Medinë që janë me ne me sevap dhe me shpërblim për çdo hap që kemi për çdo hap që kemi hedh, për çdo kodër që jemi ngjit, për çdo lugin që kemi zbrit. Than si, tha i ka ndaluar arsyeja, i ka mbajt në Medinë arsyeja, ama niyetin e kishin. Kështu që ti mos bëj llogarit e Zotit, ti bëj niyetin, o Allahu Zoti im, po ma dhe mundësin, unë kam shku në umre. O Allahu Zoti im, po ma dhe mundësin, unë kam shku në haxh. Edhe mos maj lapsat e llogaritë të tjerëve, se gjithë secili ka hesabet e veta me Zotin e tij. As mos ki zili, po si ka mundësi ka shkuar 4 herë, 40 herë shkoft valla, çfarë halli keti? Mundësia ka dhënë Allahu xhelalu. Mund edhe mos shkonte, mund edhe të shfrytëzonte në haram. E ka udhëzuar Allahu. Kështu që elhamdulillah, duhet me thonë për çdo gjë. Cili është gjykimi i një gruaje që i ka bërë magji burrit të saj që mos shohë askënd tjetër me sy? A quhen këto magjistar dhe a ka vend pendimi për këtë gjë që ka bërë? E çmendur. Xhelozia ka lezetin e vet kur është me karar, kur është e ke parasysh me arsye. Ka lezet, sepse xhelozia tregon dashuri. Xhelozia tregon që s'do ta humbi. Kur xhelozia kalon në këto lloj situatash është smundje. Domethënë, ka mohu Zotin, ka dal nga Islami, ka rënë shirk që burri mos shofi gratë e huaja. Ora burri sikur ti shifte gjithë gratë e botës, e ti s'duhet ta bësh këtë gjë. Sikur burri të bëjte ku ti gjon ç'të them unë. Ti të dalsh nga Islami, ti të bësh magji, ti të bish në shirk, s'tu që burri të shofi. Zoti e fal ç'të them. Zoti e fal, Zoti e uzoft. Ç'a duhet bëj? Të pendohet herë tek Allahu xhelalu, e para gjë, që është më e rëndësishmja. E dyta gjë, ti kërkoj hallallikun burrit, se i ka hyrë në hak. E treta gjë, të gjejnë një hoxh që ta kënojë burrin e të kurohet. Po e diti që magjia o njerëz, këto llogjallësash, magjia nuk funksionon me formul 1+1 bëjnë 2. Ti e kupton se mund t'i bësh Zot na ruaj, ky rasti këtu. Ka bë magji burrit që mos shofi femrat e huaja. Po e diti që nuk funksionon magjia sipas dëshirës
A di që mund ta kesh paralizu? A di që mund t'i ndodhi gjë tjetër? Ti ikën burri fare në ahiret. Me rrugën për ahiret, për shkak magjisë që ti i ke bërë që mos shofi gratë e huaja. Ikën bereqeti i familjes. Sepse jo gjithmonë, edhe në përgjithësi, nuk funksionon magjia siç bëhet. Po jep goditje në vende të tjera dhe në situata të tjera. Se di ku dëgjon, si ka mundësi që ka kështu njerëzish. Djali im ka lexuar gjithë Kur'anin dhe dëshiron që sevapet e leximit t'ia dërgojë gjyshit të ndier. Bravo, mashallah. Shkon sevapi. Shkon sevapi kur është nga fëmia, kur është nga nipi, shkon sevapi tek prindrit dhe tek gjyshit. Punata ime ka bërë një jetë të ndaj sadaka për një të afërmi që ka ndruar jetë. Personi që do i ndante sadakan e kanë kërkuar që të takojnë ta japin, madje kanë shkuar dhe në shtëpi përsa kanë gjetë asnjëherë aty. Tani po më thotë, a mund ta japi sadakan diku tjetër? Kjo pyetje ka dy gjëra interesante. E para, fakti që do më dhonë sadaka për i robin e vet, të afërmin e vet që ka ndruar jetë, mashallah për Zotin. Mashallah. Kjo është dashni. Kjo është lidhja e vërtet e gjakut. Kjo është dashnia e vërtet. Dikush ka ndruar jetë dhe dikush nga fisi, nga gjakut, jep sadaka për shpirtin e atij personin. Kjo është mashallah e para. E dyta, nuk ka problem. Pra këta kanë bon jetë me jadhon zenelit. Po se kanë gjetë zendelin aty, disa herë, a mund t'ja japim baftjarit? Mund t'ja japim baftjarit, nuk ka asnjë lloj problemi. Nëse këto pyetjet me nëse të kënaqin, sepse ka fantazi tani ky, po fantazon. Nëse një grua ka qenë e martuar dhe burri i parë ka ndruar jetë, ndërsa ajo përpara vdekjes së tij ka bërë dua Allahut që t'i bashkojnë në xhenet. Dhe kjo dua është pranuar. Mori vesh ky. Alo, po, asaj ja pranova. Por më pas ajo martohet për herë të dytë. Dhe në martesën e dytë është shumë e lumtur. Dhe burri i dytë i bën dua Allahut që të bashkohen në xhenet. Ka diçka thotë që nuk shkon këtu. O ta hëngsha zemrën ty që ke bo këtë pyetje një herë, që punon fantazia, mashallah. E para kjo, e dyta, çka ka thonë ajo, çka s'ka thonë, çka thotë ky është punë e Zotit. Një. E treta është që gruaja në xhenet do të jetë me burrin që ka vdekur nën kuroren e tij. Mashallah, që e ka e lumtur me këtë dytin. Këtë do të ketë edhe ne tonë. Allah e lehtësoft. Por sa i tjetër do të ketë tjera, mos e vrit mendin. Ja lehtëson Zoti dhe atij, s'ka për ta lënë Zoti pa grua atje në ahiret. Kam bërë martesën vlla me celebrim. Kjo është pyetje mashallah, qoftë. O vllai, ai është kokra xhahilit tot i nderuar hoxh, i nderuar imam. Përse tora jon, o vlla, është njëri që ka bërë celebrim. Dhe kemi bërë dhe hyrje dhe dalje, thot, në shtëpia e njëri tjetër, kemi pas dhe dy dëshmitar musliman, por jo namazlik, kemi bërë dhe merren dhe çdo gjë sipas traditave tona, por nuk kemi bërë nikah në xhami. A është halal kjo martesa jonë vlla? Po vlla im, janë rregull. Më shoj vlla, janë halal. Të pyeta thot vlla se një shoku i musliman thot që duhet të jenë musliman dëshmitarët. Po musliman më ngjen këto. Këto të dy janë dy dëshmitarë musliman. Kaq. Se një vlla, tani ky vlla është vlla si puna ime hoç, apo është vlla kështu? Si puna jote. Ka thonë që duhet të jenë musliman. Thuaj ti vllait, o vlla, se përderisa janë musliman, dëshmia e tyre është okay, s'ka lidhje. Namazi. Kemi thonë ne që namazi nuk është domosdoshmëri për të quajtur njeriu musliman. Për këtë arsye nuk ekziston në ligjërimin islam a është musliman me namaz. Nuk ekziston kjo lloj në ligjërimin islam. Në islam kemi musliman qafir. Tani ky muslimani s'fal namaz, po bën Ramazan. S'fal namaz, po ka shku në Qabe.
Jo po se në qabe turizm, o është zotni, ç'po duhet një jeti më vlla? E po ka shku për turizëm, e po ka shku se ka ne. Ka shku në qabe, mbaroj historia, për shembull. Pra mu mjafton për dëshmitarin që të jetë musliman. Kaq. Një burr, 2 gra, ose 2 burra, kaq. Ka fal, s'ka fal, këto janë terma që kanë hyrë më vonë. Terma që kanë hyrë më vonë. Cila është mënyra më e mirë për të treguar sinqeritetin ton një njeriu që e duam? Dhe si t'ja fitojmë besimin dikujt që e duam, që ai të ketë besim tek ne që e duam me sinqeritet? Dhe si ta kuptojë ai dashurinë tonë sinqert? A kupton ti me fjalë? Sa e vështirë situata? Sa më thjesht. S'ka nevojë më kompleksu kaq shumë. Janë disa gjuhë që quhen gjuhët e zemrave. Momentin që je i çiltër, ose e çiltër, nuk e di kush po e bën pyetjen. Momentin që je i sinqert apo e sinqert, momentin që e deklaron këtë dashuri, ose me vepra, ose me fjalë, ose me tjerë. Dhe në momentin që je i përhershëm, kjo është momentin që edhe me vepra e tregon, me vepra e tregon, kjo është mëse e mjaftueshme. Pastaj, po s'u bind me gjitha këto ai, s'ka për të bind kurrë, s'ka për të mush në herë me mend. Po, kjo është me fjalë, nuk ka një filozofi të madhe. T'ja thush, të bësh sjelljet që tregojnë dashuri dhe sinqeritet. Se të mund të me vërtet e du për shembull, shumë burrin tim, po sa herë vjen burri në shtëpi zgje me çfarë me hongër. A më vdes për burrin tim? Më rrimenja gjithë ditën ke burri. Po mos e ma menjën ke burri, bëj me hongër. Për shembull, ose thotë ky çfarë thotë unë gruan time, thotë po s'du njëri më shumë sa gruaja ime. 48 vjet martesë nuk i ka bëj dhurat. Ç'është kjo dashni vëlla? Ç'është kjo dashni mubheme, kjo dashni e verbër. Dashnia duhet të ketë konkretizim. Me nejtje, me shaka, me gallat, me dalje, me kalu muhabetin në jetën bashkëtorë, muhabet shokësh, muhabet diskutimesh, muhabet çelje, të folmje, domethënë me i kalu ato fazat, bone, se bone, me e kalu këtë fazën, se dhe mos ne që jemi mosh më ashu, duhet me i pa shumë gjona, duhet me mas shpine. Jo, po shejtani aty ka si ma, si gjithë ridi sa gjona mas shpine se nuk ka mo kohë. Jam shtatzën 4 muajshe dhe akoma se kam ngju bebin, pra do më thonë akoma se ndjen. Dhe kam dëshirë me blej gjë të vogël. Mi për robët e burrit po më thonë se keq, nuk bën deri në fund muajit 8. Që e kanë shumë të ditur këta robët e burrit atë, këta që e kanë nona, këta që e kanë mashallah këta. Thuj këty në robëve të burrit atë, ka thonë hoxha, çdo njëri për jush duhet pi gjys kilje lallë me pak krip. Një javë para gjumit që t'ju vinë mend. Po mos folni thuj, mos folni thuj, ka thonë hoxha haram, me fol pa dije. Kështu që nëse do me blej, nëse do mos i blej, si ta shofësh vetë arsyeshme, stresit zero. Dhe le shohim këtë hadithin interesant. I kam qejf këto shumën, këto tipat që bëjnë këto faqet që kërkojnë klikime. Çfarë thot këtu? Nuk e dia e kap po. Unë po bëj sikur e ka kap sa lexoj vetë. Që është përkthim, çam bëjnë një herë pyeti mua, hoxha, është e vërtet ky hadithi? I them unë. Hadithi është i vërtet, përkthimi kafshëri ose përkthimi skandal. Se mund të jetë vërtet hadithi i vërtet, po ku dëgjoj se si e përkthejnë vëlla. A e përkthejnë me ChatGPT, a e përkthejnë me Google Translate? Ja çfarë thot. Pejgamberi arabisht sallallahu alaihi wasallam ka thënë: mos e shani gripin, sa i largon mëkatet e birit Ademit, siç zjarri largon ndryshkun nga hekuri. Hadithi nuk thot gripin o të falë të Allahu.
ethet, thot mos i shani ethet. Ka njerëz që për ethet dhe fillojnë mallkojnë veten. Pse? Sepse thot largon Allahu me ethet gjunovet e njeriut si zjarri ndryshkun e hekurit. Pse? Sepse ethet i kapin gjitha, le të themi, gjymtyrët dhe organet. E si pasojë të gjitha i përfshin larja dhe pastrimi. Siç ishte ai hadithi, më kanë myt. Profeti alayhis salam ka thonë, mos i largoni qimet gri, se janë dritë për besimtarin në botën tjetër. E kanë marrë nga anglishtja. Është thot thinjat qimet gri. Kupton ti një fjalë? Ta kapshat faqen, ta grisës shumë. Kështu që ti friksohen Zotit ta njerëz që përkthejnë tekste apo hadithe apo gjona pa qenë kompetent, edhe në kuptimin origjinal, po edhe në mënyrën se si përkthehet në gjuhën tonë. Se na çuditën më vëlla me këtë lloj përkthimesh nga më të çuditshmet. Kur nuk vën kuror në xhami, a nuk të quhet edhe në dynja martesa? Se më kam met marak 30 vjet martum. Po jo, mëra se jeni në rregull, amon 30 vjet martum. Çfarë kunore doni mojo? Kuror në xhami. Para 30 vjeç nëse dishim që bëhet kurora në xhami herë. Para 30 vjeç i bjer 2000, apo jo? Sa i bjer? Para 30 vjeç. 96, ka qenë luftë e madhe. 97 ka kërciste plumi, e hajshe plumin qorr, e hajshe kështu, të dal rrugës. Ku keni ditë ne 96 që janë këto muhabete. Më vonë kanë mësuar njerëzit, kështu që stresit zero. Pastaj ne kemi sahabët që janë martuar para Islamit, kur pranuan Islamin nuk tha pejgamberi sa hajde të bëjnë nikahun. Ej Zoti më dhe alhamdulillah. Prap ato që flasin pa di, ato të prishin punë. Jam një iri nga Maqedonia, jam njoftuar me një vajzë nga Kosova që duam bëjmë nikah. Mirë, po problemi është se nëna ime thotë nuk don që unë të martohem pra të bëj nikah me këtë vajzën, se kjo vajza është magjupe. Kurse ne nuk jemi. Dhe nuk don, por vajza është me shami fal 5 vakte, unë e di që sipas Islamit s'ka dallim, mirë po si ta bind nënën time. Thuaj pyeta hoxhën, edhe hoxha tha që nuk i shef Islami këto gjëra. Thuaj mamës tate, nonës, thuaj që Bilal Habeshiu ka qenë nga Etiopia, nga Abisinia, ka qenë sklav, ka qenë zezak, por ishte muezini pejgamberit, alayhis salatu wassalam. Ose tu historinë e atij sahabiut, si kishte emrin ai? Ai që ta pejgamberi sa se unë po kërkoj filanin. Kush? Gjulejbibi, po. Tregoj historinë e Gjulejbibit, që si jepte njëri nuse. E tjerë. Kështu që thuj nonës pas stres. Hoxh thot, çka është, pra, si ç'është puna me fjalë, e baba Vangës, me ato parashikimet e saja, a duhet i marrim parasysh, ti shif që emri ka është femër baba Vanga. Qysh nga këtu ti duhet thush larg, qysh nga fakti që është një plak e verbër që bën parashikime dhe e ka emrin plaka, e ka emrin baba Vanga. Tani vetëm fakti që e ka plaka femër emrin baba, mbaroi historia. Mylla der e para, e dyta, fallxhorët dhe magjistarët kanë ekzistuar, ekzistojnë dhe do të ekzistojnë. Ndërsa Islami është një. Islami thot, po e dëgjove, me shpresën se do të mësosh diçka, del nga Islami. Po e mësove kot, po e dëgjove kot për qejf, për kuriozitet. 40 ditë s'pranohet namazi. Sikur po na thot Islami që me këto gjëra nuk bëhet shaka. Pse? Çfarë na vëllezër? Njeriu është i dobët dhe e sprovon Allahu duke gjetë baba Vanga apo po dëgjon kush janë këto, na i gjon. Çfarë bën robi herën e dytë?
Do ta ngjoj herë kot se herën e parë si e gjeti qafiri për të habit. Ta ngjoj herë kot herë, a e qëllon për këtë gjë tjetër? A e qëllon për këtë gjë tjetër? A e qëllon për këtë gjë tjetër dhe bëhet i varur. Dhe fillon dhe krijon dhe besim pastaj. Kështu që se thaj, o trim tha mos hapat derë. Kështu që mos hapat derë se ke për të qa me orar për ditë. Kur kam vendosur mbulesën, nuk kam fal 2 rekat namaz. A më pranohet mbulesa? Po jo, mërja, kush tha që ka 2 rekat namaz mbulesës, më vëlla. Po edhe këtë bidatë nxorët, më vëlla, elhamdulillah, më vëlla, elhamdulillah. Jo më motra ime, jo, s'ka namaz 2 rekat mbulesa, nuk ka. Allahu ta shpërbleft, stresit zero, je mirë. Në vit të ri na solli vjera një baklava që e kish përgatit për vete. Mirë pa ajo di që ne nuk e festojmë vitin e ri. Pas stres. A e hongër të paktën. Nëse e keni hongër, ju boft mirë. Po se patë të hongër, hajër inshallah. Nuk është baklavaja shenjë specifike më, ka humb, ka ik. Baklava ke në Tiranë, gjitha ne, gjitha kohët e vitit. Në kohën tonë, po, ka qenë, baklavaja ishte më vetëm për vitëri. Kështu që ka ndryshuar situata, kështu që s'ka problem. O vlla, edhe ky kështu thot, o vlla, po vlla, shkej një nga shtëpia si ke pas. Një njeri thot ka ardhur ke shtëpia gjysës dhe na ka lënë një lugë që i thon luga e Izrit. Dhe thonë që kjo lugë s'ka për t'ju lënë me ra. Xhaxhi me hodhi sipër në çati dhe pas asaj bëri 3 vjet burg. I mblodhëm ato lugët bashk, i dogjëm dhe vetëm kjo su dojgjë, thot. Pastaj na thanë, çdo bajram një mashkull do të hajë me këtë lugën. Dhe kur ka hik, pas saj kanë ikur gjitha macet me vete. Pastaj e kërkoi dhe nuk ja dhash gjyshja. Amana por, a Izri thot, Izri. Ku është Izri, më ta takojsh mirë, aman. Ka njerëz që besojnë se Hidri, a historisë surës Kef, është gjallë akoma. Ka njerëz që besojnë këtë gjë, alhamdulillah. Por po që i thon vetes musliman, thon është gjallë, la. Madje thon ka taku dhe pejgamberin alayhis salam. Po si e ka taku pejgamberin sa se serdhi transmetimi që u takun. Po edhe sikur të ishte gjallë, a vlen mo ai si profet mas pejgamberit alayhis salam? Si vlen, maro historia e tij. Ka thënë Zoti në Kur'an, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld." S'kemi lejuar që të jetojë njëri përpara teje, pra në përgjithësi ligji i Zotit është që kush ka qenë para pejgamberit alayhis salam ka ndruar jetë, përveç kujt? Isait alayhis salam. Po Isa alayhis salam është një. Dhe çdo rregull ka përjashtimin e vet. Po edhe Isa alayhis salam kur zbresin tokë, do të zbresi si pasuesi kujt? Pejgamberit alayhis salam. Do të gjykojë me këtë ligj. Ligjin e pejgamberit alayhis salam. Doja të pyesja, kam 6 ditë që jam operuar nga hunda dhe kam hequr disa kocka nga arsyeja e një aksidenti që kur isha i vogël. Dhe doja të pyesja, më lejohet të falem natën apo bëj gabim? Jo, natën, ditën, mjes, drek, darkë, duhet të falësh 5 herë në ditë, s'ka lidhje. Do të falësh ti gjithmonë. Jo vetëm natën, edhe ditën, duhet të falësh. S'ka lidhje, pse ke heq kockat e hunës, nuk do të thotë që bie dita. Do të falësh edhe ditën edhe natën. Allahu të shëroft, Allahu të pastroft. Kam bërë, thot, shpesh thot, kam bërë pyetje për punën e vezëve që gjejnë njerëzit. Faktikisht thot, i merr dhe shqarthi dhe i sjell. I han pulat dhe i merr vezët u ashpërndan. Po, ndodh kjo, ndodh. Po mirë, njëri që është në Tiranë, vëlla, në kat 9, ka ardhur shqarthi në kat 9. Po jo gjithmonë është shqarthi, o burr. Mund të jetë shqarthi me 2 këmbë. Mund të jetë një shqarth me 2 këmbë që e bën atë punë.
në dhomë mrena në shtëpi, për shembull, nga e futi shqarti, vetëm po qesh shqart xhind që e sjell. Jo gjithmonë, mund të jetë nga shqarti, dakord, nëse jeton fshat për shembull, okay, sjell shqarti. Pas ka fillu kështu, po stjer shqarti, s'pas ka punë tjetër. E rëndësishme mund të ndodhi, po mund të jetë edhe kjo tjetra, pastaj vezë e shkrujtme. Tani llogarit shqartin me syze, të bosh garavina mbi vezë. Pra ideja këtij vllajt ndoshta është, ose motrës, mos e egzagjeroni si keni bërë këto vetë, po nuk është puna e egzagjerimit të burrit, por ka situata që si kap truni. Për këtë arsye në përgjithësi unë çfarë them vëllezërve kur më pyesin, vendosi kamera valla, se me të vërtetë mund të jetë shqarti. Me të vërtetë mund të jetë. Po çfarë ti bëjmë po që shqart me dy kam pastaj? Ose ndërruat, çfarë gjykimi ke për atë rastin që është bërë shumë i përhapur që dikush thot ankohej për babain e tij, se kishte lënë nusër sa të zënë dhe ai kishte kapur mat. Çfarë të bëj? Ata rasti që shtangët ai gazetari. Ai është një tip islamofobi, mendoj unë. Islamofob që do të japi imazh të keq për Islamin. Sepse thoshte unë jam musliman, baba musliman, ka kap baba, është mashtrues. Tipik mashtrues. Thjesht për të prish imazhin. Thjesht për të prishur imazhin. Nëse njerëzit e burrit zgjedhin që mos të flasin dhe kur i pyet çfarë kanë nuk japin arsye. Mashtrojnë me veprimet e tyre që bëjnë dhe hedhin mbi mua duke thënë që i kam bërë unë, dhe duke futur keq mes meje dhe bashortit tim. Për mua dhe për prindin e mia, kam gjuna nëse ju mbaj distancë, sepse ata vetë po zgjedhin këtë gjë. Hiç fare s'ke gjuna, ke sevap. Ndaj këtyre mbaj distancë, nuk ka asnjë lloj problemi, hiç stresit zero. Po do ishte mirë që burrin ta sqarosh, mundësisht ti incizosh, që burri të shohë sjelljet e tyre, që burri të shohë sjelljet e tyre. A është e vërtetë që thuhet, siç i ke raportet me njerëzit i ke edhe me Allahun? Jo, s'është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Pra nuk është kjo formulë e padiskutueshme. Është e vërtetë që sa më mirë të jetë njeriu me Zotin, është dhe me njerëzit. Sa më raporte të mira të ketë me Allahun, aq dhe raporte më të mira do të ketë me njerëzit. Po nuk mund të jetë tregues kështu, si më thon, si ta them unë. Se ke raporte të mira me njerëzit. Po varet se nuk i ke raporte të mira me njerëzit. Pra nuk mund të jetë kështu e padiskutueshme kjo gjë, por nuk ka dyshim se një raport i mirë me krijuesin nënkupton dhe raportet të mira me krijesat e tij. Më fal që po ta bëj këtë pyetje, thotë po është gjëna të bësh urinë aty ku lahesh? Në këtë kohë nuk ka problem, në këtë kohë sepse janë me pllaka, janë me ujë, gjë tjetër. Por së në kohët e vjetra e kanë pas urryer këtë gjë. Pse? Se ka qenë balt edhe përhapej, ciklohej, kishte probleme. Kurse në këto kohra nuk ka problem. A lejohet që një çift që nuk falet të bëjnë nikahun në xhami? Po. Çfarë problemi ka? Elhamdulillah, të vinë në xhami, inshallah të gjejnë për Islamin, marrin këshillat, inshallah ju bën dobi. Nëse janë musliman, janë të mirë se ardhur. Normalisht me kushtet që ka xhamia. Mirë, mjaftohemi me kaq inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Zoti ju nderoft. Çfarë patën, çfarë patën.